FBI zbardh komplotin ndaj Trump, dron, sniper dhe plan për kaos në shtëpinë e parë. Autoritetet federale zbuluan detaje të rëndësishme mbi një komplot të dyshuar për atentat ndaj shtëpisë së parë ndaj presidentit Trump gjatë aktivitetit UFC Freedom 2050 të organizuar në qershor në oborin e shtëpisë së parë. Pas dokumenteve të publikuara nga FBI dhe prokurorët federal, një grup të rinj të radikalizuar përmes rrjeteve sociale kishte hartuar një plan që përfshinte përdorimin e dronëve të pajisur me eksploziv, sulme me snajper dhe goditje të koordinuara. Figurat e larta politike amerikane drejtuesit zbuluan komunikimet e grupit zhvilloheshin në TikTok, pastaj me sinjal qëllimi ishte krijimi i panikut gjatë aktivitetit duke përdorur dron për detyruar evakuimin e pjesëmarrësve. Sipas planit të zbuluar në momentin e kaosit, do ndërhyjnë snajperët për të qelluar ndaj objektivat përzgjedhur. Pas emrave diskutuar në biseda sekrete, figurojnë presidenti Donald Trump, zëvendës presidenti J.D. Vance, sipërmarrësi Elon Musk, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe ligjvënës republikan. FBI deklaroi se grupi përqafoi një ideologji ekstremiste të njohur si akseleracionizëm, të cilët promovojnë rrëzimin e rendit ekzistues përmes dhunës. Një nga të arrestuarit, 19-vjeçari Tyson Proper nga Ohio, denoncua nga vetë nëna e tij pasi kishte bler armë dhe pajisje ushtarake. Sipas FBI, ai pranoi që kishte marrë pjesë në planifikimin e një sulmi të kodifikuar me synimin për nxitur një revoltë e gjerë në SBA. Hetimi vazhdon ndërsa autoritetet paremërojnë se mund të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.